histori e mohuar e kombit shqiptar. Me fokus në historinë dhe identitetin shqiptar, shoqata intelektual Vjakova organizoi promovimin e librit Nën hijen e epiteteve, Historia e mohuar e kombit shqiptar të autorit Bislim Hoti. Në këtë aktivitet, fjalën hyrëse e mbajti kryetari i shoqatës intelektual Vjakova. Libri, pasi botohet, nuk i përket më vetëm autorit, ai hyn në hapësirën publike ku dialogon me lexuesin, studiusin dhe kohën. Pikërisht këtë dialog dëshiron ta nxjisë edhe shoqata intelektuale Vjakova. Recensenti i librit u shpreh se leximi i kësaj vepre ishte emocional për të. E thekson se historia e këtij komuniteti ka mbetur në hijen e etiketimeve të padrejta dhe është mbruara duke kërkuar rikthimin e së vërtetës historike dhe identitare. Kur lexoj këtë pjesë, sidomos pjesën e parë, unë mendoj që është shumë e dhimbshme, një pjesë shumë e dhimbshme që unë kam pas shumë emocione, duke njoft personalitetin e Bislimit, duke njoft të gjitha ato. E as fjalët vlerësuese nuk munguan për autorin Hoti. Ju sot keni marrë një nismë që shumë e kanë parë ëndër, por askush nuk ka mund të guxojë ta thotë me vlerë siç e keni shprehur ju. Vetë autori tregon se çfarë lexuesi do të gjejnë brenda faqeve të librit. E kam shkruar sepse ky libër është libër i parë, jo vetëm në Kosovë, por gjithë trojë shqiptare, për shkak të keqpërdorime, bullizime me epitete falso që një pjesë e kombit shqiptar padrejtisht është ndarë nga populli shumicë vetëm për shkak të ngjyrës së smer. Këto epitete falso, Magjup ose Egjiptian ose Ashkali nuk bazohen dhe nuk kanë kurrë identiteti kombëtar sepse nuk i lidh as çështja identitare, as çështja territoriale, as dhënat historike, as arkeologjike. Prandaj mendoj që deri me tani është koha e fundit që t'i themi stop, sepse është koha që të bëhet shqiptaria bashkë. Në promovim u tha se libri thyen tabu dhe përcjell mesazhin se identiteti nuk përcaktohet nga ngjyra, por nga gjuha, gjaku dhe përkatësia kombëtare. Për arsye etike s'po japim emrin.